Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të jemi së bashku në këtë edicion të lajmeve në studion e televizionit Prizrenit. Ju njohim për fillimin ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Tota i mbajti tubim në Zhurmë, takuoi drejtuesit e shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s. Abrashi zhvilloi takime me shoqatën e të verbërve dhe shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s. Me aktivitetet të ndryshme u shënua edhe në Prizren dita botërore e turizmit. Vivera Residence, një simbol i modernitetit dhe elegancës në Prizren. Vivera është një ndërtesë me 12 kate dhe 3 bloqe. Ajo ngrihet si një ikonë e qytetit, me një fasadë të mrekullueshme që tërheq vëmendjen për dizajnin e saj të veçantë. Ofrojmë apartamente të madhësive të ndryshme, përfshirë ato duplekse dhe penthouse, e që ofrojmë pamje të mrekullueshme të qytetit dhe maleve përreth. Brëndia ndërtesës është krijuar me kujdes, duke kombinuar elegancën dhe komoditetin, duke ofruar hapësira moderne dhe funksionale për jetesën tuaj të përditshme. Vivera Residence nuk është vetëm një ndërtesë, por një eksperiencë jetese shkëlqyer. Kompleksi ofron nivel të lartë të sigurisë dhe privatësisë për banorët e saj, me porta të mbyllura, parkingje personale, roje sigurie dhe ambiente të kontrolluara 24/7. Vivera Residence ndodhet në një zonë të qetë dhe të sigurt, vetëm disa minuta larg qendrës së Prizrenit, në rrugën kryesore Prizren-Suharek. Fillojmë gjërësisht me informacionet e përgatitura. Partia Demokratike e Kosovës të dielën në mbrëmje ka mbajtur një tubim me elektoratin e saj në Zhurmë. Unë shpecere lekuent, orator, njeri soti me folë, po amjet të soti në Zhurmë, s'po përse se kam e mlon me folë. Sot po folë ka vetë masa, po folë kitë vetë, jo, të doja Partia Demokratike Kosovës, që në ka gracime. Jam jashtëzakonisht i lumtur që jo vetëm unë si kandidat, por si 23 vjeçar më ka dhënë mundësia me përfaqësu një ide kaq të madhe, një region kaq të madh që është Zhurri me fshatrat përreth. Jam jashtëzakonisht i lumtur që një mision i hershëm i imi, mision i përjetshëm, rinia ka filluar të merr forma, të rafinohet brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Jam jashtëzakonisht i lumtur që po shoh djem me vajza të reja të filluar edhe këtu. Unë kam është një premtim bazë. Unë kam qenë zori edhe veshi juaj për 4 vite të ardhshme në Asamblejën Komunale të Kosovës. Merita kryesore e gjithë kësaj pune të madhe që është bërë jo vetëm në Zhurmë, por gjithë territorin e komunës Prizrenit me 74 fshatra e shumë lagje. Transformim i plot i qytetit Prizrenit edhe i gjitha lokaliteteve. Prandaj, për me vazhdu ky trend i mirë i punëve, i projekteve, i aktiviteteve, për me shëndru ashtu qysh kemi fillu Prizrenin në pikë turistike jo vetëm për balkonin e Evropën, por edhe për te saj, dhe për ta bo pikë referuese edhe për shumë festivale, shumë qytete kulturore, është ai që po na shndrit gjithëve. Pra kryetari aktual dhe kryetari i jashtëm, zotin Shaqer Tobi. Deri me tani nuk ka qenë e përdorshme kjo sallë, po ja me përkushtim edhe me punë kemi realizuar dhe tash Zhurri e ka infrastrukturën për me realizuar shumë aktivitete kulturore, shumë aktivitete artistike, shumë aktivitete të vëllëshme, sepse na e dim që këto është një shoqëri kulturore artistike e cila ka reputacion, ka të kalume, ka pas edhe nivel, edhe është një mundësi edhe për ata, po edhe për shumë të tjerë, prandaj e gëzofshim për shtëpinë e kulturës, në cilën e stasë në vetë. Për në tarmen, ju jeni ata që keni me përcaktu çka do të punojmë në Zhurmë. Sepse varianta ma mira është me bëjë diagnozën. Kër të bëjmë diagnozën, masanet terapia është e lehtë. E diagnozën kemi me bëjë bashkë me ju keni me në tregu çka ka nevojë Zhurri,
Edhe na, natyrisht bashkarisht, do t'i fusim ato si projekte përmes sistemit përcaktimit prioriteteve, edhe kadar një ka një do t'i realizojmë, sepse na lidhëm si njerëz të cilët i marrin premtimet. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, i shoqëruar nga kandidatët për kuvendin komunal, kanë zhvilluar gjatë fundjavës takime me shoqatën e të berberve në Prizren dhe me përfaqësuesit e shoqatave të dala nga lufta e UÇK-s. Ai ka theksuar se gjatë takimit me shoqatën e të berberve dëgjuan nga afër sfidat me të cilat përballen antarët e saj. Angazhimi ynë është që kjo kategori të ketë përkrahjen e merituar, vetëm ndihën të barabartë në jetën shoqërore e institucionale të qytetit tonë, shkruan Abrashi. Ndërkaq, Abrashi është zotuar për ruajtjen e vlerave të luftës qërimtare dhe ofrimin e përkujdesjes së merituar ndaj shoqatave të dala nga lufta e UÇK-s. Kontributi dhe sakrifica e UÇK-s është themel i lirisë sonë dhe krenaria më e madhe e kombit. Angazhimi ynë është që vlerat e luftës lirimtare të ruhen e të nderohen, ndërsa kërkesat dhe shqetësimet e tyre të kenë gjithmonë përkujdesjen e merituar, potencoi Abrashi. E ndërkaq që në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, të hënën kandidati i PDK-s për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka takuar drejtuesit e shoqatave të dala nga lufta. Gjatë vizitës shoqatave të dala nga lufta, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, së bashku me disa nga kandidatët për kuvendar, para drejtuesëve të këtyre shoqatave, tha se misioni i PDK-s është përtej Prizrenit, për rikthim të qeverisjes me shtetin e Kosovës e në përkujdesje të kategorive të dala nga lufta. UÇK-ja edhe veteranët e luftës i takojnë këtë shoqëni. Po na e konsiderojmë që me PDK në pash një farë lidhësmëria pak më e afërt për shkak të kalumës edhe për shkak mënyrës se çysh ka lind PDK-ja si një lloj kontinuiteti apo vazhdimsi. Po du me besu që në hak çdo gjë ka mu kry mirë, sa ajo është një punë shumë e rëndësishme, po në anën tjetër misioni jonë nuk është vetëm për Prizrenin, është mision që shkon për te qytetit Prizrenit, është mision për shtetin e Kosovës, është mision për me dhona atë kontributin që Kosova më kthy ka e marrë, se jem ka ballafaqohet me një këtë qeverisje. Nuk po flas shumë për Prizren, për afërsisht, për shkak se për afërsisht e dim punën tonë që kemi bërë këto 4 vjet. Janë gjëra që shihen, po ka edhe gjëra që nuk shihen, po janë të mashme, edhe ato i dini ju performanca këtu. Po puna jonë nuk është veç punë për Prizren. Është mision për me dalë fuqishëm Prizren edhe për me dhonë një mesazh të rikthimit të PDK-s edhe në nivel nacional. Drejtuesit e degës së organizatës së veteranëve të UÇK-s dhe shoqatës së invalidëve të luftës, Isa Berisha dhe Burim Shala, falenderuan kandidatët e PDK-s për vizitën, si dhe shprehën disa kërkesa për mbështetje institucionale edhe në të ardhmen ndaj këtyre kategorive shoqërore. Kemi kërkesat minimale që kemi veç funksionalizimi i zyrës që me shku që duhet dhe si duhet. Ne financat tjera nuk kemi, dini që ne jemi vetë financues, dhe më thonë përmes sisteme kartelave. Mi po do punë një mbo në këtë drejtim. Unë kum falenderua dhe drejtoreshën, është viti 2 me radhë e drejtorisë arsimit që na ka përkran këtë drejtim që asnjë qeveri nuk e ka bo për fëmijët e veteranëve, cilët me një bus i ka stimulu, kështu që nuk është një shumë kumedica e madhe, po është simbolike, po shumë do me thonë. Dhe ne kemi edhe do projekte tjera të cilët i kemi nisë me ju edhe me natin edhe me qeveri lokale, duke ditur që për çdo ditë veteran po desin, do me thonë, edhe duhet ta kenë një vend meritum që të varrosen pranë shokut, do me thonë, njëri tjetrit. Një 6 invalidëve të luftës që janë me proteza që shpeshherë po ballafaqohen, nuk është vlerë shumë e madhe për mi ndru kamot, kemi invalid që i kanë kam të këputët dhe është ngecë diçka dhe në nivel qendror. Kjo po shpresojmë që qeveria komunale e ardhshme që ta bëj, domethënë bëjmë një kërkesë aty që
ta ndonë një buxhet dikun rreth 200 apo 300.000 euro për 4 vitet të ardhshme për mja ndru çdo protezat e invalidëve të luftës, se më të vërtet kanë shumë nevojë. Pjesa tjetër që na mbetet si kërkesë edhe jona dhe besoj që edhe pasi vite ka familje dëshmorëve për rehabilitimin e disa invalidëve të luftës dhe disa familje dëshmorëve, nëse ekziston ndonjë mundësi të bëjë një kërkesë për miqësun në për banjë. Ndryshe, gjatë ditës PDK do të ketë aktivitete tjera në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 12 tetorit. E tani ndrojmë temë të informacionit. Sot në fshatin Grashdanik u përruan zyrtarisht punimet infrastrukturore që përfshin ndërtimin e 6 akseve rrugore me një gjatësi totale prej 2000 metrash, si ndërtimi në një parku modern në qendër të fshatit. Në ceremoninë e përurimit të këtyre punimeve të realizuara në fshatin Grashdanik, mori pjesë edhe kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i shoqëruar nga përfaqësues të institucioneve komunale dhe banor të fshatit. Totaj në një fjalë rasti u shpreh se vlera e përgjithshme e këtij investimi kap shifrën e rreth 250.000 eurove dhe është pjesë e përkushtimit të komunës së Prizrenit për të përmirësuar infrastrukturën dhe cilësinë e jetës në zonat rurale. Kemi jo vetëm një rrugë, po i kemi diku 6 rrugë, ku tërësia, gjatësia gjithë aty në bashkë është diku afër 2000 metra, 2 kilometra, është edhe si pjesë e projektit dhe një park i vogël në mes të fshatit, ku vlera e përgjithshme është diku rreth 250.000 euro. Ka qenë nevojë ka mësme e banorëve, por ja që tash i ka ardhur rani, edhe normal që në kuadër të mundësive tona financiare në gjithmonë i marrim me seriozitet nevojat e banorëve, edhe besojmë shumë që me këto 2 kilometra, me këto 6 akse rrugore, edhe me këtë mini park, sa do pak e përmirësojmë cilësinë dhe cilësitetin e jetës, por natyrisht që na do të vazhdojmë edhe jo vetëm në këtë pjesë në Grashdanik, por edhe në gjitha pjesët e territorit komunës Prizrenit, me implementimin e projekteve, edhe dal nga dal, me një përmirësim gradual të infrastrukturës, edhe gradualisht të përmirësojmë edhe cilësitetin edhe cilësinë e jetës së banorëve, e gjitha pjesët e territorit komunës Prizrenit. Do të me falenderoj punën e mirë që është të bërë drejtoria shërbime publike, si pjesë integrale e qeverisës lokale, edhe kështu gjithë së bashku, se cilin në vendin e vetë, të përfshi edhe mediat, e japim kontributin ton që Prizreni të ngritet si qytet, jo veç një qytet, po një qytet me vlerat mëdha, një kryeqytet shpirtëror i gjithë shqiptarëve. Drejtori i shërbimeve publike Qelamaj, gjatë fjalës së tij vlerësoi punimet e realizuara dhe theksoi rëndësinë e këtij projekti për komunitetin lokal. Normalisht që shumë shpejt, domethënë pas nesër kena me pas inaugurimin e prapusës së Prizrenit, ku do të jetë ndoshta një lajm i javës edhe i dekadës. Për në atë pjesë qytetit, ku do të na zbukuroj edhe do të jetë një ikonë, e cila do të jetë si një prej simboleve qytetit Prizrenit. Po, gjithandej punohet shumë shpejt kena me na pa me investimin vërmis, po fillohet gjatë javës sashme me siguri kena me ba dhe hapjen e punimeve të tregu i Gjelbërt, qeveria lokale, zotit Totaj, premtimet e veta, domethënë ka me qenë një treg modern të gjimnazi aty, ku janë para pregaditjet për fillimin e aty në punimeve, edhe projekte tjera të cilet jena në procedurë të marrjes së lejes së ndërtimit, si për ndërtesën e komunës 3 për ballë qendër sportive, domethënë të kulla. Pas e marrën e lejen për parkingun brapa shtëpisë së bardh, dhe projekte tjera kemi edhe një urë me gjatësi diku 50 metra, që veç projekti kryesor nga ka ardhur, që lidh Dardanin me Kurillën. Është një prej projekteve dhe një komunikim mes këtyre dy lagjeve. Kështu që vazhdojmë me projekte në vazhdimsi, pa marrë parasysh që zgjedhjet do të jenë me 12 tetor, qeveria e zotit Totaj bën punime në të mirë të komunitetit. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i fshatit Grashdanik, Nuet Domxhani, shprehu falënderimet e tij për institucionet komunale, duke veçuar bashkëpunimin e ngushtë dhe investimet që po japin fshatit një pamje të re dhe më funksionale. Falenderoj për kryetarit, stafin, drejtorin e shërbimeve në përgjithësi për këtë punë që na kanë bërë të mirë, edhe falenderoj edhe punë kryqësin, se ka bërë një punë të mirë shumë. I falenderoj
tonë përgjithësi për këtë punë si autobus. Ndryshe, ky projekt pritet të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin brenda fshatit dhe të krijojë një hapësirë të re për banorët. Të dielën me një solemnitet të madh në sallën e sporteve Sezai Suroi në Prizren është shunuar 28 shtatori, dita e bosnjakëve. Pjesë e këtij solemniteti para shumë të pranishmëve në sallë ishin përfaqësues të institucioneve të ndryshme vendore ndërkombëtare, si dhe mysafirë të shumtë. Në një fjalë rasti, kreu i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, pasi përgëzoi pjesëtarët e komunitetit bosnjak për ditën e tyre, tha se ky komunitet është komponent i rëndësishëm i jetës publike dhe shoqërore në vendin tonë. I veçantë me komunitetin bosnjak sot, andaj shfrytëzoj rastin që komunitetit bosnjak t'ia uroj ditën e tyre dhe t'ju dëshiroj të gjitha të mira. Dua të theksoj se Prizreni është qytet që dallohet për nga diversiteti dhe komuniteti bosnjak është një komponent shumë e rëndësishme e jetës publike dhe private, ashtu ka qenë dhe ashtu dhe të mbetet. Në vazhdimsi kemi raporte të jashtëzakonshme. Një argument është edhe përkrahja këtij eventi sot, por edhe shumë gjëra të tjera. Prandaj Prizreni si shembull i bashkëtesës mirët si model në tërë Kosovën. Në këtë solemnitet pati edhe folës të tjerë, ndërsa për të gjithë të pranishmit u shfaq edhe një program i pasur artistik me këngë dhe valle. Të hënën në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Prizrenit është mbajtur mbledhja e fundit në këtë mandat e Komitetit për Komunitete. Sot u mbajt mbledhja e fundit e Komitetit për Komunitete e kryesuar nga Ertan Simiçi. Ai njoftoi se për seancën përmbyllëse të këtij organi ishin parapar 2 pika kryesore. E para përfshinte raportimin e punës së zyrës për komunitete, ku prezantuan aktivitetet, sfidat dhe të arritura gjatë periudhës së fundit. E fundit për mandatin tonë. Pika e rendit e ditës ka qenë raportimi i punës së zyrës për komunitet dhe këthim, se që e dini edhe jo çdo 3 muaj, edhe çdo 6 muaj, zyra e bën raportimin në mbledhjet tona. Sipas raportimit të drejtoreshës, ka qenë Komuna e Prizrenit që ka dhënë mbështetje apo subvencionin në aspektin ndihmë sociale, dronë dhe ushqim. Janë pakat që, domethënë, programi ka qenë krahasuar me vitet e kaluara si vetë më shumë, edhe në aspektin e sasisë, por edhe në aspektin e numrit të përfituesve. Ndërkaq, pika e dytë ishte rezervuar për ndarjen e mirënjohjeve për përfaqësuesit monitorues të misionit të UNMIK-ut dhe OSBE-s, si dhe për individ të tjerë që kanë dhënë mbështetje të vazhdueshme në rrugëtimin dhe misionin e Komitetit për Përfshirje dhe Bashkëtesë Komunitare, njoftoi kryesuesi Simiçi. Komitet kemi vendosur të japim disa mirënjohje të përfaqësuesve të monitorues misionit UNMIK-ut dhe OSBE-s, për arsye se që nga fillimi të mandatit ton, deri më sot në çdo takim ata kanë qenë prezent. Po ashtu kemi një mirënjohje të Prizrenit, të cilin edhe ju saq keni pas mundësi, keni qenë monitoruese dhe keni qenë bashkëpunëtor ton për informimin e opinionit në qeverisje lokale apo në Prizren. Andaj këto ka qenë pika tona sot, edhe unë jam falenderos të gjithë ata që kanë qenë partner tonë. Ndryshe, kjo përbërje e Komitetit për Komunitete në Prizren përgjatë 4 viteve ka mbajtur gjithsej me të sotmën 40 takime të cilat janë vlerësuar si të suksesshme dhe në interes të qytetarëve. E ndërkaq për të dytën herë me radhë, me rastin e ditës botërore të turizmit, në fundjavë janë realizuar aktivitetet të ndryshme nga organizata Shari Wildlife. Edhe këtë vit, organizata jo qeveritare, Shari Wildlife, ka shënuar me aktivitetet të larmishme ditën botërore të turizmit, duke promovuar trashëgiminë natyrore, por edhe atë kulturore të Prizrenit. Bekim Bytyqin nga kjo organizatë tregoi për aktivitetet e shënimit të njërës nga ngjarjet më të rëndësishme të turizmit në botë. Është parapar që të udhëtohet deri në fshatin Novo Selo, ku është edhe piknisja,
pastaj do të bëhet ecja deri në shtëpinë malore Kopana Voda apo ujërat e grupuara, ku më pastaj do të vazhdohet aktiviteti, do të diskutohet rreth mbrojtjes së mjedisit, rreth moshudhjes së mbeturën në natyrë, pastaj rreth zjarreve dhe rreth vlerave të parkut kombëtar Shari, florës, faunës e atje, po një ashtu pas drekës modeste, gjithsesi tradicionale apo slow food që njihet, një grup tjetër pak më të fortit do të vazhdojnë edhe ecjen deri në shtegun e Oshlokut, gjithsesi të pishës së madhe, ku do të shkojnë deri në lartësi mbi 2000 metra, ku në total ky grupi do të kalon diku deri në 18 kilometra sot. Sa është interesimi e atyre që po dojnë të merren me hiking apo interesimi është i madh, po çështja, domethënë, organizimit paksa, domethënë, kanë obligime, shkolla, punë, kështu që edhe pse është ditë shtune, na mundëm domethënë të i mbledhëm dhe ky grup që është përzgjedh, që është sipas listës, do të vazhdojnë dhe do të kënaqen në pjesën e Gjelbërt. Ecjes në natyrë në zona të mrekullueshme që ka Prizreni, ishën gëzuar edhe bosnjaku me pasaport gjermane Denis Daut dhe amerikani Reed Pierce. Drago kad sam čuo za organizaciju Shari Wildlife Shumë jam gëzuar kur kam dëgjuar që organizata Shari Wildlife po organizon aktivitetin për hiking drejt bjeshkëve të Prizrenit. Është hera e parë që marr pjesë në ngjarje të tillë për të parë natyrën e mrekullueshme. Unë kam qenë në Prevall dhe Oshlak, por tani gëzohem ngjitjes edhe në pjesë tjera të bukura që ka Mali Shar dhe Prizreni në përgjithësi. Najbolje što možeš praviti na vikend. ID Pierce. Jam i lumtur që ndodhem në Prizren në këtë qytet të mrekullueshëm, e po ashtu i gëzohem faktit që jam pjesë e këtij organizimi të ecjes nga Shari Wildlife. Më rëndësi është që njerëzit të shijojnë natyrën, e për këtë gjë Kosova ka vende jashtëzakonisht të bukura. Ndryshe, organizata Shari Wildlife është ndër organizmat e rrallë në Prizren që me aktivitete të ndryshme është e përkushtuar jo vetëm në promovimin e turizmit, por edhe mbrojtjen e ambientit në përgjithësi. Në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve ju përcjellim të tjera ngjarje të ditës së sotme. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë në ngjarje të veçantë në New York, ku ka ndarë rrëfimin e Kosovës nga shtërimi deri më sot së bashku me ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara Bill Clinton. Në pranitë një audiencë ndërkombëtare të përbërë nga figura të njohura dhe përfaqësues nga gjithë bota, Osmani ka theksuar rrugtimin e vendit drejt lirisë, demokracisë dhe shtetërtimit, e nderuar që rrëfimin e Kosovës ta ndajë së bashku me presidentin Clinton në New York. Në pranitë një audiencë të jashtëzakonshme nga gjithë bota, ka deklaruar Osmani përmes një postimi në rrjetet sociale. Në kuadër të vizitës në Shtetet e Bashkuara, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mbajtur një prezantim për studentët e The New School në New York, në pyetje të audiencës lidhur me pezullimin e fillimit të dialogut strategjik me SBA-n. Ai u përgjigj se s'mund të heqë dorë prej sundimit të ligjit në veri. Kurti ka thënë po ashtu se SBA-ja është e përqendruar në largimin e Serbisë nga ndikimi rus, por që kjo pjesë nuk duhet të jetë problemi i tij. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ai dhe qeveria që udhëheq nuk mund të bëjnë kompromis me sundimin e ligjit në veri të vendit. Ai në një takim me student në SBA ka thënë se Shtëpia e Bardhë ka pezulluar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën për shkak të mbylljes së strukturave ilegale serbe në veriun e Kosovës i banuar me shumicë serbe. Në Shqipëri do të protestohet me 17 tetor me kërkesë për drejtësi për isheprore të ushtrisë qëndimtare të Kosovës. Protesta do të mbahet në sheshin Skënderbej, u bë ditur në një konferencë për media të organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë qëndimtare të Kosovës. Kryetari i organizatës Hysni Gucati nga Tirana tha se kjo protestë vjen pas asaj të mbajtur në Prishtinë dhe tjetrës në Hag, qytetin holandez ku e ka selin gjykata speciale. Sot nga kjo tryezë ju drejtohemi të gjithë shqiptarëve, partive politike, bashkohuni me ne në këtë protestë paqësore në Tiranë. Le të ngrihemi të gjithë si një vend i vetëm që t'ju kundërvihemi pa drejtësive, deklaroi ai.
Tota i mbajti tubim në zhurmë ve takuoi drejtuesit e shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s. Abrashi zhvilloi takime me shoqatën e të verbërve dhe shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s. Me aktivitetet të ndryshme u shënua edhe në Prizren dita botërore e turizmit. Të nderuar shikues, ka qenë gjithçka e përgatitureve për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne deri në edicionin tonë të radhës. Mirëmbëjtje.